Të gjithë e dimë se qumshti i gjirit të nanës është një mrekulli në vete, por a e keni ditë se qumshti i gjirit ose cilësia e qumshtit e përmbajtja dallën varësisht nga gjinia e foshnjës. Domethënë qumshti i gjirit të një nane nuk është i njëjtë kur nana lind djalë me rastin kur nana lind vajzë. Në traditën islame shpesh përmendet si urtësi e krijimit ku çdo gjë përshtatet në bazë të nevojave. Sa i përket përmbajtjes së qumshtit të gjirit, se dallon, ka shumë publikime shkencore. Studime shkencore të publikuara në revista serioze kanë treguar se qumshti i gjirit të nënave që ushqejnë beba djem ka densitet më të lartë edhe sasi më të lartë të yndyrës, gjë e cila lidhet me rritjen edhe ritmin e rritjes trupore të bebes. Ndërsa qumshti për bebe ose për foshnjë vajza mund të ketë përmbajtje më të lartë të yndyrës dhe glukozës, e cila lidhet me zhvillimin metabolik dhe neurologjik të bebes. Përveç kësaj janë vërejtur edhe disa dallime të tjera, si në kalcium, kalium dhe natrium. Ky fenomen në shkencë ndryshe quhet adaptim laktacional. Pra qumshti rregullohet varësisht nga nevoja biologjike e bebes. E në aspektin islam, ushqyerja me gjë konsiderohet akt mëshire, mirësie, përgjegjësie dhe mbi të gjitha pjesë e urtësisë së krijimit të njerit. Kur Kurani flet për ushqyerjen e foshnjës ose të bebës deri në 2 vjet, atëherë gruan e vën në një rol biologjik, po edhe shpirtëror. Pra të dashur shikues, qumshti i gjirit nuk është thjesht ushqim, por është një sistem inteligjent biologjik që përshtatet me rrethonat, kohën dhe nevojat e bebës. Atë që shkenca po e zbulon sot, besimi e ka nënkuptuar prej kohësh, sepse asgjë nuk është krijuar rastësisht.